për të cilat licencat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare të 29.300 hektarëve drogë. Ligji miratuar nga qeveria lejon, autorizon mbjelljen e 200 hektarëve në mbar vendin. Por me vitin elektoral, kjo sipërfaqe u shumë fishua 10 herë, 100 herë. Pra, në vit elektoral, Edi Rama rrethoi Shqipërinë në të katër anët e saj dhe në thellësi me plantacione droge, vlera e të cilave është kolosale, po të kemi parasysh se në 28.000 hektar mund të mbillen 10 milion rrej kanabis, të cilat shkojnë në një vlerë të paktën 10 miliard euro. Armand Maho ka përgatitur një investigim, ka bërë një investigim të plot të këtij procesi dhe ne paraqesim sot para shqiptarëve dhe mediave të gjithë dimensionet e tij. Faleminderit doktor. Ersan, lutem vendos pak materialin 14, lutem.